Pirro ishte, ndoshta, sundimtari më i shquar i Epirit. Si pasardhës i largët i Akilit, ai ishte biri i Akidit, kushëriri i Aleksandrit, mbretit të molosëve të Janinës. Fatkeqësisht, i ati Akidi u përfshi në grindje politike familjare e krahinore dhe si pasojë humbi së pari mbretërinë dhe më pas jetën në vitin 313 para erës sonë. I biri, Pirroja, atëherë vetëm 6 vjeç, u shpëtuan nga Glauku, princi i fisit ilir të Taulandëve. Në moshë të re, ai hipi për pak kohë në fron, por u rrëzua shpejt prej tij dhe nisi karrierën ushtarake nën komandën e Antigonit të Maqedonisë, një veteran i fushatave të Aleksandrit të Madh. Në njërin nga betejat, u kap rob dhe u dërgua si peng në Aleksandri, ku fitoi admirimin e Ptolemit. Ky i fundit i dha për bashkëshorte vajzën e tij dhe në vitin 296 para erës sonë e riktheu në fronin e Epirit. Pirro shquhej për fisnikërinë dhe trimërinë e tij në betejë. Epirotët e quanin Shqiponj. Sipas një tradite shqiptare, pretendohet se emri shqiptar, bi të Shqipës, ka origjinën nga një thënie e Pirros, kur dikush lavdaroi shkathësinë e trupave të tij, ai u përgjigj me krenari se ishte normale, sepse ushtarët e tij ishin bi të Shqipës dhe lëvizjet e tyre i ngjanin fluturimit madhështor të mbretit të shpendve. Sipas një versioni tjetër, kur ushtarët e tij e quanin Shqiponj për sulmet e shpejta të guximshme, Pirro u përgjigjej se ata ishin flatrat e tij, të cilat i mundësonin fluturimin. Thuhet se këto shprehje çuan në përdorimin e emrit që populli shqiptar mban edhe sot, pra jo alban, por shqiptar, bij të Shqipës. Në këtë periudhë, kolonitë e Korfuzit dhe të ishujve të tjerë të Jonit nisën ta quanin krahinën përballë tyre Epir, për ta dalluar nga vendbanimet e tyre ishullore. Gradualisht, historianët grek e nxorën jashtë përdorimit termin Molosia dhe përdorën emërtimet Mbretëria e Epirit dhe Pirro i Epirit. Megjithatë, ky ndryshim emri nuk e pregu karakterin pellazg apo shqiptar të asaj krahine. Epiri shtrihej në jug deri në gjirin e Ambrakis, Arta. Gjeografi grek Straboni shkruante se për Akarnasët, që janë grek, në të majtë ndodhen Nikopoja dhe Kasopja, që janë epirote. Pra, Straboni bënte qartë dallimin midis epirotuve dhe grekëve. Ambrakia, dikur qytet i lullzuar, ishte rënuar, por Pirro e rindërtoi me shkëlqim dhe e bëri rezidencën e tij mbretërore. Ai njihej kudo si princ i madh dhe i drejtë. Zgjeroi territorin duke marrë ishullin e Korfuzit dhe disa krahina të Maqedonisë. Në atë kohë, të mbushur me luftra për pushtet midis princave lokal, konfliktet ishin të pashmangshme. Thuhet se gjatë një betejë kundër një fraksioni maqedon, ushtarëve maqedonas u bëri shumë përshtypje ngjashmëria e Pirros me Aleksandrin e Madh, saqë braktisën mbretin e tyre dhe u bashkuan me të. Pasi rrëzuan nga froni mbretin e tyre Demetrin, e ftuan Pirron të sundonte edhe mbi Maqedoninë, por brenda 7 muajsh hoqi dorë nga froni në vitin 287 para erës sonë. Pirro e ndaronte ngritjen e një perandorie në perëndim, siç kishte synuar Aleksandër Molosi. Roma, e themeluar tradicionalisht në vitin 753 para erës sonë, ishte rritur në një republikë të fuqishme. Pas pushtimit galik të vitit 390 para erës sonë, luftrave samnite dhe konsolidimit të Italisë, Roma ishte bërë një fuqi e madhe. I frymzuar ndoshta nga ura portative e Xerxit mbi Helespont, Pirro, sipas Plinit, ishte i pari që konceptoi një urë të ngjashme në ngushticën e Otrantos. Rasti i volitshëm erdhi në vitin 282 para erës sonë, kur qyteti i pasur tregtar i Tarentit, koloni spartane, u konfliktua me Romën dhe i kërkoi ndihmë Pirros. Pa pritur realizimin e urës, ai kaloi me anije Adriatikun me 25.000 trupa, 3.000 kalorës dhe elefant lufte, kafsh gjigande që italianët i shihnin për herë të parë. Kur u
ushtria romake u afrua, tarentasit i dhan Piros komandën supreme, duke preferuar t'i nënshtroheshin një pellazg epirot sesa romakve. Piro i shkroi konsullit romak Valer Levin, duke i kërkuar të ndërhynte si arbitër. Romaku ja preu shkurt dhe i kërkoi të kthehej në Epir. Kur romakët kapën një spiun epirot, konsulli e çoi të shihte nga afër ushtrinë romake, që ai t'i tregonte Piros e përsinë e legjioneve. Në betejën e Herakles, Piro u ndesh me një ushtri romake 2 fish më të madhe dhe doli fitimtar. Por humbi kaq shumë ushtare oficer sa tha fjalën e famshme: edhe një fitore tjetër si kjo dhe do të kthehem vetëm në Epir. Prej këtu lindi shpreha fitore pirrike. Duke shpresuar për paqe, Piro dërgoi në Rum oratorin e tij më të aftë, Cinean. Kujtesa e tij fenomenale e mahniti Plinin, pasi fiksuan emrat e të gjithë senatorëve vetëm një ditë pas mbërritjes. Por Roma refuzoi bisedimet. Piro marshoi drejt qytetit, por nuk mundi ta pushtonte dhe u kthye në jug për dimër. Ai liroi robërit romak me rroba dhe para, duke shpresuar se këta do ndërmjetësonin për paqe. Ndërkohë, Kartagena, e trembur nga zgjerimi i Epirot, pranoi aleancë me Romën. Kjo alarmoi Sirakuzën, e cila i kërkoi ndihmë Piros kundër Kartagenasve. Në vitin 278 para erë, Piro zbarkoi në Siçili dhe me strategjinë e tij të shkëlqyer rimori shumicën e ishullit. Por sjellja e tij autoritare i largoi grekët, të cilët nuk pranuan ofertën e tij për t'u bërë mbreti i tyre. Dionisi Halikarnasit e akuzoi për arrogancë, konfiskime dhe ekzekutime të pajustifikuara, si dhe për grabitje të tempujve. Kur u kthye drejt Italisë, stuhit shkatruan disa nga anijet, përfshirë ato me thesarin e Sirakuzës. Në betejën e Bevenentos, Piro humbi, sipas legjendës për shkak të zemërimit të perëndeshës. Ai u kthye në Epir, duke lënë një garnizon në Tarent, por Italia mbeti në duart e romakëve. Epiri, Greqia dhe gjithë lindja tashmë po e kuptonin fuqinë e Romës. Ptolemeu i Egjiptit po ashtu kërkonte zgjerim. I zemëruar, Piro u drejtua drejt Greqisë, deportoi deri në Argos, ku banorët refuzuan t'i hapnin portat. Pikërisht aty, në vitin 272 para erës son, karriera e tij mori fund. Një grua hodhi një tjegull nga çatia dhe e goditi për vdekje, ngjasëm me fundin e turpshëm të Aleksandrit të Madh në muret e qytetit. Plini, në histori natyrore, shkruan se ditën që vdiq Piro, kokat e prera të kafshëve të flijuara në Rom rrokulliseshin e lëpinin gjakun e tyre, shenjë kjo jashtëzakonisht e mbar. Një bust i identifikuar si Piro u gjet në Herkulanum, pranë Vezuvit, dhe ruhet në Muzeun Arkeologjik të Napolit. Pas vdekjes së Piros, vendin e tij e zuri Ibiri, Aleksandri, i cili pati konflikte me Maqedoninë, domethënse është që mbretëritë e hershme shqiptare nuk kërkuan aleancë me Greqinë për të luftuar njëra tjetrën. Pas Aleksandrit, Epiri u copëzua midis princave fisnor që qeverisnin si mbretëri të vogla. Shumë prej tyre u rreshtuan me Perseun e Maqedonisë kundër Romës. Senati romak, i zemëruar, urdhëroi generalin Emil Pauli të shkatëronte qytetet e Epirit. Pas betejës së Pidnës, romakët rrafshuan 70 qytete epirote, kryesisht molose, dhe morën 150.000 banor si sklever, të cilët u transportuan në Itali. Shekuj më vonë, Straboni shkruante se Epiri dhe Iliria, dikur të populluara, ishin bërë të rënuara e të boshatisura. Edhe orakulli i Dodonës ishte pothuese i braktisur. Dëshmitë e hakmarrjes së Romës u zbuluan 2000 vjet më vonë në Antigone të Gjirokastrës, ku gërmimet gjurmuan një stres të trashëhiri, mbetje nga zjarri që kishte shkatëruar qytetin dhe 69 qytete të tjerë si ai.